Parku Kombëtar Shebenik Jablanic, një nga resurset natyrore më të çmuara shqiptare. Parku Kombëtar i ekosistemit natyror Shebenik Jablanic shtrihet në verilindjet e vendit tonë në kufijtë e administrimit të rrethit Librazh. Me vendim të Këshillit të Ministrave shpallur Park Kombëtar në vitin 2008, një park me vlera të larta ekoturistike në përshtatje me konventat ndërkombëtare për shtimin e sipërfaqeve të mbrojtura. Parku ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 33.928 hektar, ku pjesën kryesore zën pyjet, kullotat, tokat bujqësore e ato jo prodhuese, shkëmbore, si dhe trojet. Parku Kombëtar Shebenik Jablanic ndodhet në brezin e gjelbër të Europës dhe është pjesë e një zone të gjerë dhe komplekse gjeografike. Ky park është një zonë me bukuri të rralla natyrore, ku gjenden disa nga peizazhet malore më madhështore dhe befasuese në krejt Ballkanin. Ai shtrihet përgjatë luginës së lumit Shkumbin në lartësinë 2200 metra mbi nivelin e detit dhe kufizohet me Republikën e Maqedonisë. Për sa i përket vlerave ekologjike, mund të themi se janë të shumta, si flora e fauna, ashtu edhe peizazhi turistik. Me pyjet të lartë, ahu, bredhi, pishë e zezë, dushjet, shkurjet e shumëllojshmëri e pasur e bimësisë parishtore. Vlerat veçanta hidrografike me lumenj, prenj, liqen artificial, burim me gura dhe pellgje ujore karstik. Fauna është e pasur me lloje të shumta, ku një pjesë janë të rrezikuara si rikebulli i Ballkanit, kaprolli, vija e egër. Lloje të tjera të kafshëve dhe shpendëve që hase janë deriegër, thelleza e malit, grifsha dhe shumë lloje arabellash. Ka shumë lloje zvaranikësh e amfibësh, peshq, në lumenj e liqene, ku trofta e egër është ndër më të rrezikuarat. Në Parkun Kombëtar të Shebenikut, prej vitesh vazhdojnë të japi kontributin e tyre shoqata për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Shqipëri PPNA. Ajo punon në një projekt të përbashkët me Euronatyra, organizatë mjedisore në Gjermani, për rikëmbjen e rikebullit të Ballkanit. Gjithashtu, dhe Qendra Rajonale e Mjedisit Rek Shqipëri është një tjetër organizatë mjedisore që kontribon në ruajtjen e vlerave të këtij parku. Pas shumë studimesh që ne bëm, arritëm të bindim qeverinë që kjo zonë ja vlen për të qenë park kombëtar. Vlerat e saj janë të shumë anshme. Këtu kemi praninë e gjitarëve të mëdhenj, duke llogaritur riqebullin, cilin ne kemi arritur ta fotografojmë në vitin 2011. Është një specie mjaft e rrezikuar dhe shumë e rrallë, është riqebulli i Ballkanit, i cili gjendet vetëm në rajonin ton, në Maqedoni dhe në Kosovë. Deri më tashmë këto janë evidenca që kemi për këtë specie, që është shumë e rrallë. Kemi gjithashtu të pranishëm prapë në këtë park Ariun, Ujkun, që janë gjitarë të mëdhenj, specie të mbrojtura në Shqipëri, por edhe më gjerë. Dhe zona për më tepër ka rëndësi pasi edhe pyjet që ka zona janë pyjet e virgjera të ahut që ndodhen në zonën jugore të parkut, pra në zonën e Rajcës, ku këto pyjet, përveç që janë pasuri kombëtare e Shqipërisë, do të klasifikohen shumë shpejt edhe si pasuri ndërkombëtare dhe do të marrin statusin e zonës UNESCO. Fshati Qarish bën pjesë në Parkun Kombëtar Shebenik Jablanic, i cili është miratuar në vitin 2008 si park me këtë status. Është një park me pasuri shumë të mëdha, me pyje, një rrjet ujor hidrografik shumë të pasur, ka liqene akullnajore, mbi 14 liqene akullnajore. Mjes organizatat të tjera lokale mjedisore janë fokusuar në gjetjen dhe ruajtjen e habitateve të kësaj kafshë interesante në hapësinë e Parkut Kombëtar Shebenik Jablanic dhe të gjithë rajoni malor të Shqipërisë Veriore. Rikebulli i Ballkanit, Lynx balkanicus, është një nga llojet e faunës më të rrezikuar në Shqipëri dhe prej vitit 2006 PPNA, së bashku me partnerët në kombëtar nga Zvicra, Gjermania, Maqedonia dhe Norvegjia, ka ndërmarrë një program për studimin dhe ruajtjen e popullatës së tij, programi për rimëkëmbjen e rikebullit të Ballkanit. Sipas ekspertëve, numri i rikebujve në Shqipëri nuk i kalon 15 deri në 20 individ në total. Dhe si i tillë është i klasifikuar si një lloj i kërcënuar në mënyrë kritike. Lista e kuqe 2007.
Si ridhoj e punës studimore të specialistëve shqiptarë dhe të huaj u arrit ke të zbuluar i kebulli Ballkanit. Ky është një nga rezultatet më të rëndësishme të arritura deri më tani, pasi paravon në mënyrë përfundimtare për praninë e tij në vendin tonë dhe kryesisht në parkun kombëtar të Shebenikut, dhe pa bërë një thirrje të fuqishme për marrjen e masave të menjëhershme për ruajtjen e tyre dhe të habitateve ku ata jetojnë. Euronature started 10 years ago to work in this area, in the Šebenik Jablanica, and we helped to secure the protection of these high-value forest areas, and we worked to get it proclaimed to the national park 7 years ago, and we continued working in this area to protect the high biodiversity. Also, it is an important area of the European Green Belt. It is one pearl along the former Iron Curtain, which we want to protect for long term. Because especially of the ancient beech forest, which is one of the rare areas in whole Europe, and it still remains as a really good protected one. Studimet e para të biodiversitetit dhe të vlerave socioekonomike të zonës, dhe nisur nga këto vlerësime, kemi bërë raporte studimore të cilat më pas janë dorëzuar Ministrisë së Mjedisit, e cila ka bërë hapin e mëtejshëm të shpalljes park kombëtar në maj të vitit 2008. Është një park relativisht i ri, por që jo për këtë është më pak i rëndësishëm se parqet e tjerë, përkundrazi është ndoshta nga parqet që bart vlerat më të mëdha të biodiversitetit në të gjithë Shqipërinë. E them këtë sepse në Šebenik Jablanic gjendet i gjithë komuniteti i gjitarëve të mëdhenj që ndodhen në vendin tonë. Këtu kemi prezencë të 3 karnivorëve të mëdhenj, siç janë ariu i murm, ujku dhe rëqebulli. Rëqebulli në veçanti është mjaft me rëndësi për t'u përmendur, pasi është një lloj tejet i rrezikuar. Në gjithë Shqipërinë mbeten diku rreth 10-15 individ në rastin më të mirë, dhe Šebeniku është një nga 2 zonat në të cilën ne kemi faktuar prezencën e rëqebullit të Ballkanit në Shqipëri. Më tej kemi pranitë shumë llojeve të tjera të cilat janë mjaft të rralla në gjithë vendin, siç është dhia egër, siç është deri egër, macja egër, për mos folur për lloje të tjera të shumta si dhelpra, baldosa, ketrat, mjaft lloje të cilat pothuajse përbëjnë të gjithë arsenalin e gjitarëve në Shqipëri. Këtu ndodhemi në zonën qendrore të parkut kombëtar Šebenik Jablanic, i cili është një park i cilësuar kryesisht nga turistë e huaj si një ndër zonat malore më të mrekullueshme të Europës. Përveç tjerave, ky park mbartë edhe një diversitet, një larmi të lartë biologjike, si për sa i përket florës, ashtu edhe për sa i përket faunës. Te kjo e fundit mund të përmendim prezencën e pothuajse të gjithë karnivorëve të Shqipërisë.
kryesore që zhvillohen në këtë zonë janë festa e Dorëzit, një festë e madhe kjo, pashtu festa e Shëngergjit, në Steblev, e Qarisht, e Rajtës, e Lunikut dhe Hotolishtit. Nëpërmjet këtij panajeri ne duam që të nxisim njerëzit që të shtojnë prodhimet bio, domethënë prodhime të cilësore që janë të shëndetshme për njeriu, po ashtu ne duam që të nxisim njerëzit të ruajnë traditat në gatime, sepse ne kemi gatime shumë të veçanta në rajonin e Europës dhe kjo do të bëjë që turistët ta shijojnë, të vinë sa më shumë dhe të ngelen të surprizuar nga gatimet tona. Administrimi i Parkut Kombëtar të Shebenikut menaxhohet nga administrata e zonave të mbrojtura, në qarkun e Elbasanit, e cila është në varësi të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, ku nëpërmjet politikave dhe zbatimit të ligjit për zonat e mbrojtura, por edhe të akteve të tjera ligjore, krye rolin mbrojtës, menaxhues dhe promovues e këtij parku. Ky administrat punon aktualisht për promovimin e ekoturizmit malor, me qëllim shtimin e numrit të turistëve apo të vizitorëve vendas dhe të huaj. Të vitit 2015, qeveria shqiptare mori një vendim për krijimin e një për agjensive të reja, që është Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e cila është trin aktivitetin e saj në gjithë territorin e vendit dhe sot flasim për rreth 16% të territorit të vendit, mbi 460.000 hektar që janë zona mbrojtura. Mendojmë që nëpërmjet administratës të fillojmë një politikë të re. Politika e parë është mbrojtja e zonës. Dhe gjë e parë është të vënia në kontroll. E dyta do jetë menaxhimi. Ne mendojmë që këto zona nuk do të jenë zona ushtarake të paprekura, por do të jenë zona të cilat duhet sjellin zhvillim. Dhe zhvillimi këtyre sillet nëpërmjet turizmit. Një turizëm i qëndrueshëm me pjesëmarrjen e njerëzve ndikon si në zhvillimin ekonomik të popullatës me shitjen e produkteve, por edhe me zhvillimin sepse ka një kontakt më të vazhdueshëm me pjesë tjetër. E treta do jetë një lloj lidhje më e madhe që do të jetë me komunitetin. Ne mendojmë që zona nuk mund të mbrohet por nuk do komuniteti lokal dhe për këtë do organizojmë evente të rastishme që të lidhim kontaktet me komunitetin, por nga ana tjetër do të fillojmë të promovojmë produktet lokale. Dhe kjo është një nga gjërat që ne kemi filluar ta bëjmë nëpërmjet këtyre panajireve të vogla, por do vazhdojmë me panajire më të mëdha ku ne do marrim pjesë për promovimin e produkteve lokale. Në vitin 2005 për herë të parë ne kemi filluar me projekte konsistente, të cilat janë të fokusuara kryesisht në fushën e vlerësimit e ekosistemeve, por edhe në fushat e aktivizimit të iniciativave lokale. Me shpalljen e Parkut Kombëtar Shebenik e Llëbanicë, në fakt u realizua një nisëm e cila kishte zanarin që në vitin 2005-2006. Rëndësia në fakt fokusohet para së gjithash në larmin e jashtëzakonshme që kanë ekosistemet. Kemi një zonë tek e cila ndeshemi me ekosisteme pijore, me ekosisteme të kullotave alpine, njëkohësisht edhe me ekosisteme lumore, që përbën një tërësi e cila në mënyrë organike është lidhur me njëra tjetrën. Pjesa më e rëndësishme padyshim janë pyjet e ahut, të cilat përfaqësojnë ekosisteme të virgjëre dhe ka shumë pak të tilla në Shqipëri. Kështu përmes kësaj iniciative u realizua pak a shumë dhënia një statusi parkut kombëtar që përfaqëson një kategori shumë të lartë mbrojtjeje, e cila në fakt vendos qeverinë pas shpalljes në detyrime të mirëfillta për ndërmarrjen e masave, për mbrojtjen e ekosistemeve, por dhe për avancimin e tyre. Parku Kombëtar Shebenik i Llëbanicë, si një nga resurset natyrore më të çmuara shqiptare, është ende një thesar i pazbuluar për të gjithë kurështarët, prandaj ai na fton të gjithëve të shkojmë dhe të rishkojmë atje.